Kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha ka vijuar akuzat ndaj qeverisë gjatë fjalës së tij në tryezën e Partisë Demokratike me partitë e opozitës, shoqërinë civile dhe intelektualët, duke deklaruar se zgjedhjet në Shqipëri nuk janë më të lira dhe se vendi ndodhet në një moment kritik për demokracinë. Berisha I referua rekomandimeve të Këshillit të Evropës për zgjedhjet në Shqipëri, ku sipas tij kërkohet ndarja e partisë nga shteti. Ai cilësoi proceset zgjedhore si të ngjashme me ato të periudhës së Enver Hoxhës, por me pluralizëm fiktiv, ndërsa theksoi se edhe vëzhgues nga Parlamenti Evropian kanë deklaruar se krimi I organizuar nuk lejon rotacionin politik dhe mban në pushtet kryeministrin Edi Rama. Në këtë kontekst, Berisha bëri thirrje për një përpjekje të gjerë qytetare për largimin e qeverisë aktuale, duke e cilësuar atë si një organizatë kriminale. Ai theksoi se ndryshimi nuk mund të vijë as nga ndërhyrjet nga jashtë dhe as nga proceset gjyqësore, pasi sipas tij qeveria përdor pushtetin për të mbrojtur veten nga drejtësia. Kreu I Partisë Demokratike kërkoi krijimin e një qeverie teknike me dy objektiva kryesor: përgatitjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe mos ndërhyrjen në sistemin e drejtësisë. Sipas tij zgjedhjet e lira nuk ekzistojnë më, ndërsa fitoria e qeverisë aktuale vjen si pasojë e përdorimit të administratës, faljes së gjobave dhe kamatave pak ditë para zgjedhjeve dhe presionit mbi votuesit. Se konkluzioni apo përfundimi I këtij takimit me një front të përbashkët në këto kohë kritike që kalon Shqipëria është përgjigja më e duhur, është përgjegjësia më e vërtet që ne marrim në këto momente para vendit dhe kombit ton. Të nderuar të pranishëm, sot Shqipëria, vendi ynë I dashur, vlerësohet si një rrezik, si një narkoshtet rrezik për Europën. Rrezik për Europën. Ky narkoshtet u krijua nga qeveria aktuale dhe Edi Rama për qëllimet më ugurzeza ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ju rikujtoni këtu vitin e zi 2015 kur Shqipëria u mboll nga Pogonia Kakavia gjerë në kufi me plave guci me mira plantacione kanabis. Se si propaganda qeveritare u servir të shqiptarve kanabisin si një drejtim I ri, zhvillimi, pasurimi. Politik kjo që u kundërshtua e vërteta është nga njerëz të përgjegjshëm në atë qeveri, konkretisht ish zëvendës kryeministri. Paralajmëroi Edi Ramën se ky është shkatrimi I ekonomisë, kurse ai insistoi se kjo është para. Dhe paraja është e dobishme. Asnjë vend, asnjë kom tjetër nofta në Europë, asnjë vend, asnjë kom tjetër në Europë se në Amerikën Latine e kanë provuar, nuk kanë provuar si shqiptarët se sa toksike është paraja e drogës, paraja e karteleve, se sa shkatrimtare është për ligjin, për demokracinë, për jetën,
për ekonominë e një vendi kjo para. Dhe sot ne përfundojmë një vend aleat i NATO-s rrezik për Europën.